Në Suharek u hap edicioni i 4 të javës së artit. Këtë vit i kushtuar shëndetit mendor. Aktivitetet trajtojnë stresin, depresionin dhe sfidat emocionale përmes artit. Hapja u bë me instalacionin Butterfly, punime dorë nga vullnetarët, ku flutura simbolizon vetreflektimin. Në program përfshihen klasa vallëzimi për shqirim stresi dhe punëturi të terapisë me art. Organizatorët theksojnë se qëllimi është ndërgjegjësimi për sfidat e shëndetit mendor. Ata falenderojnë komunën e Suharekës për mbështetje dhe paralajmërojnë vazhdimin e edicionit edhe në vitin e ardhshëm. Përshëndetje edhe për juve, faleminderit shumë që jeni sot me ne në përmbylljen e edicionit të 4 të javës së artit. Java e artit është një projekt i organizatës tonë që organizohet çdo vit. Çdo vit ka një temë të caktuar. Këtë vit kemi vendosur marrë me temën e shëndetit mendor, ku gjitha aktivitetet flasin për shëndetin mendor dhe bëjnë thirrje për kujdes ndaj shëndetit mendor dhe për vetë reflektim. Arsyeja pse i kemi zgjedhur këtë temë është sepse kemi pa që njerëzit kalojnë nëpër sfida të ndryshme dhe ndoshta tema e stresit, depresionit, të cilën po kalojnë gjeneratat e reja, është shumë e pranishme, edhe kemi dashur me bëj diçka ta trajtojmë këtë temë në mënyrë më të bukur, duke futur këtë temë në javën e artit të këtij edicioni. Aktivitetet të cilat janë zhvilluar në kuadër të javës së artit ka qenë, shpalosja e instalacionit Butterfly, ka qenë promovimi i organizatës përmes materialeve të ndryshme, ku kemi pas dizajnerin Anita Ramsha, e cila është kujdes për çdo detaj. E kemi pas dance class me Prek Memaj, një koreograf i cili përmes vallëzimit na ka ndihmuar me çliru mendjen dhe stresin. Kemi pas pjesën e konferencës, ku kemi pas të ftuar zonjën Flutura Nishori, e cila ka tregu ngjarjen e cila ka prek familjen e saj, ku babai i saj ka qenë mbijetuar i dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Është art terapi, është një punëturi i zhvilluar me Anita Ramsha dhe një grup të rinj, ku përmes artit si lloj terapie do të mësojmë shumë gjëra të reja dhe do të kuptojmë se si arti mund të ndikojë në terapi të ndryshme të cilat janë kujdes për shëndetin tonë mendor. Në javën e artit e kemi hap me një ekspozit, ku kemi shpalos instalacionin Butterfly, instalacion me flutura. Gjitha janë punime dore të punuara nga grupi i vullnetarëve, të cilët janë kënd i vullnetarëve në organizatën tonë. Edhe fluturën pak a shumë e kemi zgjedhur si simbol i vetë reflektimit, gjithë e dim kur krimi shndrohet në flutur, atë pjesën e metamorfozës jemi mundu me marrë si krahasim, kur ne mendojmë që jemi keq, është pikërisht momenti ku duhet reflektojmë dhe të shndrohemi në versionin më të mirë të vetës. Ka interesim të gjeneratave të ndryshme dhe kjo është shumë mirë për organizatën tonë. Ka gjithmonë komente të mira, komente pozitive, pasi që projektet tona gjithmonë vinë me një mesazh të caktuar. Natyrisht do të vinë me një temë tjetër dhe gjithmonë java e artit do të shërbejë si një projekt që do të vetësojë shoqërinë përmes aktiviteteve të ndryshme, ose po e them kështu përmes aktiviteteve ose në një formë më atraktive dhe më të bukur, me dhënë një edukim ose vetësim për shoqërinë dhe gjeneratat e ndryshme. Të 3 edicionet e para janë mbajtur në Prizren. Kemi pas edhe mbështetjen e qytetit të Prizrenit, komunës së Prizrenit. Mbështetje kemi pas gjithmonë prej njerëzve, si ka ana morale dhe profesionale, edhe nga ana financiare, dhe çdo organizim ka ato sfidat e veta, mirë po ne jemi një grup shumë i madh, kemi edhe këndin e vullnetarëve që ceka më herët, kemi njerëz profesionistë të fushave të ndryshme rreth vetes, edhe kjo e lehtëson çdo organizim që ne kemi. Në ditën përmbyllëse të javës së artit, Flutura Nishori ndau përvojën e saj si vajza e Ramadan Nishorit, të mbijetuar i dhunës seksuale gjatë luftës. Ajo tregoi vështirësitë emocionale në familje dhe mungesën e komunikimit për shkak të traumës së babait. Mesazhi i saj për të mbijetuarit ishte i qartë. Nuk kanë faj për atë që ju ka ndodhur dhe meritojnë të jetojnë të lirë e krenar, ndërsa familja duhet të jetë gjithmonë mbështetja e tyre. Normalisht, po ka pas mungesa ku nuk e kemi pas babin, se ka pas ankth prej turmave të mëdha të njerëzve. Ka pas momente që ndoshta kemi pas nevojë emocionalisht me bisedu diçka me të, po
babi ka pas atë frikën se mos e kanë kuptu ose dojnë më pyet rreth asaj çështje, po derisa e kemi kuptu edhe na rastin, e kemi pas si farë mungesa që më me thonë e ka mbush më zanej. Realisht, unë ju merr me muzikë prej shkollës fillore, edhe ka pas raste kur kemi bo koncerte për ditën e shkollës ose për festa ndryshme edhe ndoshta mërzia më e madhe ka qenë kur e shisha që komplet bashkëmoshatarët e mi kishin prind pjesë të audiencës, po mu doke që e kam një mungesë tepër të madhe kur e disha që babi nuk është. Se pa marrë parasysh nëse unë i tregojsha ma herët që bab është u bo që kjo, isha jo arsyetimi, jo në punë, kam diçka tjetër që unë në atë kohë nuk e kom kuptu, po tu rritë edhe tu e kuptu situatën, masanej mjenë arsyetu edhe ato mungesat e ti. Edhe di që pat ndiku të unë psikisht kogja shumë, po e kom pas mbështetjen e shoqënisë edhe duke bisedu me ta një farë mënyre e shisha një anë tjetër të situatës që ata e kishin më të lehtë me kuptu, edhe fillova me shiku pak rreth çka është kjo ngjarje, pse ka ndodhur, pse bash babi ose pse ka ndodhur te na popullit ton, po nuk kam gjetë arsye pse dikush mundet me bo një akt tillë, edhe jam mundu psikisht me e forcu veten në mënyrë që me pas më të lehtë me ja dhënë mbështetjen babit, po edhe në mënyrë që mos më shkaktu mu probleme masanej, kështu që ka qenë një pjesë kogja sfiduese për mu, se kam qenë pak e re edhe mosha e bën veten, edhe në momentin kur ti tu hin pubertet edhe i merr vesh do situata kogja trona, ka ndikim të ti dashta, po që është të vazhdu gëgja mirë. Unë thonë që babin e kam njënën prej shokëve më të mirë. Nuk është që nuk e bisedojmë, po tash masi është pak më publike, masi në ka ra me e perceptu edhe na vetë si ngjarje. Thjesht jemi të mundu që qysh muj me i ndihmu tjerve ma shumë. Rëndësishme me u merë me vetën e tyne, se në momentin që kanë me qenë ata rahat, kanë me i pas edhe lidhjet me persona tjerë më të mira. Unë pe thëmë prej përvojës personale që babi e ka pas shumë më të lehtë me pas komunikim me neve, me pas komunikim me njerëzir, pasi që ka pas seanca me psikologun, masi që kemi kuptu edhe na, po ekziston edhe kjo ana tjetër që familjarët nuk duhet me marrë shumë, po e thëmë tragjike, po duhet me qenë pak më të kuptu shumë këtë situatë se personat që e kanë përjetu nuk e kanë zgjedhë me përjetu këtë ngjarje, edhe me mundu me qenë sa më përkras, edhe me kuptu që lufta ka pru shumë krime tjera, nuk ka qenë i vetmi, edhe duhet me uni kogja krenar për faktin që personat që e kanë përjetu vazhdojnë sot, hala jetojnë nashta një jetë mesatarisht normale, edhe që nuk janë dorëzu veç pse kanë përjetu diçka ka shtronë.